Eko Tirana ka qenë edhe është akoma shqetësim shumë i madh i qytetarëve, Eko Tirana. Unë kam qenë duke bërë inspektime në terren, kam shkuar në shumë zona. Tirana është e pisët. Tirana është e pisët, pavarësisht ne paguajmë edhe më shumë tani për sa i përket pastërimit të qytetit. Dhe bizneset paguajnë edhe më shumë. Për të marrë edhe shërbime e diferencuar. Paguajnë edhe më shumë, por përsëri nuk e kemi këtë shërbime dhe konfliktojmë me njëri tjetri nga keq menaxhimi. Eko Tirana, fakti që edhe Bashkia e Tiranës ka përqindje më të madhe të aksioneve, në fakt nuk është shembull i mirë, është shembull i keq, se si në fakt ky që ka 49% që është një kompani italiane, fam keq edhe ajo, unë nuk e di se nuk kam arritur dot që të bëj hetime për këta që e kam, por është shembull në fakt se si nëpërmjet faktit që është përqindje më të madhe të aksioneve e ka Bashkia e Tiranës, abuzohet akoma më shumë sepse nuk kërkohet llogarinë në këtë rast, sepse për shembull mbledhjet dhe vendimarrja është më e thjeshtë.